3 dekada pas rrethimit të Sarajevës, autoritetet italiane kanë nisur hetime për të ashtuquajturit turist snajper, një nga kapitujt më të errët të luftës së Bosnjës. Sipas dyshimeve, shtetas të huaj kishin paguar për të marrë pjesë në të ashtuquajturat safarit të Sarajevës, gjatë të cilave qëllonin civil në kryeqytetin bosnjak, gjatë viteve 92-95, kur qyteti ishte i rrethuar nga forcat serbe të Bosnjës. Hetimi është rihapur pas një padije të paraqitur në prokurorinë e Milanos nga gazetari italian Ezio Gavazzeni, i cili ka mbledhur për vite me radhë dokumente dhe dëshmi lidhur me këtë çështje. Frymëzim për hetimin ka qenë edhe dokumentari Sarajevo Safari, i publikuar në vitin 2022. Një nga dëshmit kryesore vjen nga Edin Subashić, ish oficer i shërbimit sekret të ushtrisë bosnjake, i cili rrëfen se gjatë luftës ishte konfirmuar ekzistenca e këtyre turistëve snajper. Sipas tij, mes tyre dyshohet se kishte edhe shtetas italian. Mediat bosnjake raportojnë se ekzistonte një listë pagesash ku shuma varej nga personi që do të qellohej, përfshirë burra, gra apo fëmijë. Sipas qendrës për kërkime dhe dokumentacion në Sarajev, snajperët kanë vrarë mes 300 dhe 350 civil gjatë rrethimit të qytetit, shumica dërmuese prej tyre civil. Edhe pse numri i saktë i turistëve snajper mbetet i panjohur, hetimet italiane mund të çojnë për herë të parë në gjyqe kundër qytetarëve evropian të përfshirë në krime lufte, 3 dekada pas konfliktit në Bosnjë.